Hoxha, lejohet që Kur'ani të shitet apo të blihet? Unë mendoj që është falas për të gjithë, më kthe përgjigje. Po, hoxha, po të kthe përgjigje. Unë mendoj le këta. Jo, në ato dispozitat fesë ti mos mendo. Vetëm lype argumentin. Veç argumentin lype. A lejohet shitja e blerja e Kur'anit? Kemi situata të ndryshme. Nëse e ka butu dikush edhe ka bo njetë me shkip falas, duhet më shkip falas. Nëse dikush e ka butu, ka argju pare, po ka dasht me pru një verzion të bukur, një verzion të lehtë, edhe do më nxjerr parët e veta, po në anën tjetër me pas lehtësim për popullin e shet. E rëndësishme, mos më keq përdor. Mos më marr falas prej në shoqate, në individi, 1.000 kopje, 2.000, edhe më qu mi shit. Ata ti kanë dhonë për mi shkip falas, ti që është i shet. Kjo keq përdorim. Ose ti ka dhonë dikush mi shit ka 3 euro, ti që është i shet 10 euro, ose 5 euro. Kjo është ndalume. Pra, varet prej situatave. Nuk du me thonë tash pse në Kur'an, dikush ka bon mund për ta, edhe tash hajde për të shkepe falas s'ki drejt me shit. Në adim që është ma mirë me shpërnda falë, por ka raste kur njerë nuk e ka një mundësi të tillë. Ose e merë falë dikun, por bën transport, pagun për transportin pare. Nëse s'ka mundësi me e marë përsi për atë pages, atër shambull ka kushtu 1 euro gjys Kurani për me prun të kënej, atje ka marë falë. Ky e shet 1 euro gjys, qëtë sa me nëzër transportin e vetë. I ka shërby njerëzve, e ka marë hargjimet e veta, ma shumë s'ka përfitu. Pra, marë prej rëthanave edhe prej situatës.